Sali Berisha paralajmëroi se do të çojë qytetarët porzyrës së kryeministrit. Fillimisht duke ngritur aty atë që i quajti platformë parlamentare. Do i sugjeroj grupit parlamentar dhe partisë që opozita të hap platformën parlamentare para ndërtesës së Këshillit Ministrave. Dhe aty deputetët e opozitës, qytetarët të paraqesin në fjalët e tyre, në fjalimet e tyre, të gjitha mendimet, propozimet, denoncimet. Por, Kryedemokrati nuk dha shumë detaje për idenë që rikthyen kujtimet e Çadrës së Lulzim Bashës, e cila solli një marrëveshje politike Rama Basha. Protestat kombëtare janë tejet të vonuar. Dhe shpejti do komunikojmë para jush protestën e parë kombëtare dhe pastaj në vazhdim. Kreu i Partisë Demokratike paralajmëroi edhe protesta kombëtare. Të gjitha do të jenë objekt diskutimi. Berisha kritikoi edhe një herë ligjin për barazinë gjinore të miratuar nga parlamenti të Ejten me 77 vota të socialistëve.